Vazhdo me lejene se s'kam kot me këto emisione që sillni ju. Emisioni investigativ lejene, zoti ministër, e thot shprehjimisht. Zbuluam që vëllai i një personi me pushtet absolut në Shqipëri, po e përsëris shprehjimisht dhe me miqësi vllazore në Itali, kontrollon totalisht ose pjesën më të madhe të call centerave të Forexit në Shqipëri. U vin në mendje ndonjë emër? E ka për kryeministrin. Tani, kjo është bërë publike, por askush nga qeveria apo kryeministri nuk morën mundimin ta përgjinjështronin. E di e gjithë Shqipëria, vetëm ju nuk e dinit, që Tirana është e mbytur nga call centerat Forex që mashtrojnë në shtetasit e huaj. E di e gjithë Shqipëria. Është e vërteta, nuk do të vi keq. Ky është fakt që s'ka asgjë në dorë, sepse në Forex është i përfshirë vllai i kryeministrit. Nuk e them unë, e thon mediat e investigative të respektuara që